Pasi Iglu largua nga shtëpia, Gjesti u mërzit shumë, ndosa ai nuk e shprehu, me sa duket dita ditës po rëndohet më shumë dhe Gjesti. Në oborrin e shtëpisë, Rozana dhe Gjesti po bisedonin mbi qëndrimin e tyre dhe sa gjatë mund të vazhdojnë aty. Gjesti shprehu mendimin se nuk janë shumë veta brenda dhe për këtë arsye mund të përfundojë shpejt gara. Gjatë bisedës, Rozana ngriti një pyetje interesante. A ka mundësi të sillin Englin sot? Gjesti u përgjigj shkurt, se di. Megjithatë ai shtoi se nëse Egli do të futej në shtëpi, do të prishte sfidën e mos reagimeve. Jo, nëse e sillin e prishme një herë, s'mandjen le të ulet çmimi dhe krejt. Jo, s'më intereson kjo punë. Tha Gjesti duke treguar se për të, pranimi i Eglit në shtëpi do të ndinkonte ndjeshëm tek ai. Menjëherë e prish, i flas, muhabet, llafe sa të mundem. Më ka marrë malli shumë, vazhdoi më tutje Gjesti, duke deklaruar se e mendon çdo ditë Egli takon. Biseda mes tyre tregoi qartë se Egli është një person me rëndësi për Gjestin dhe se kthimi i saj në shtëpi mund të ndryshojë shumë dinamika brenda saj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.